Debati kishte nisë qysh herët atë mbrëmje, po askush se kishte paramendu se do të merrte atë drejtim. Në shtëpi mbretëronte një heshtje e rëndë, ajo heshtje që nuk është qetësi, po paralajmërim. Labi rinte në këmbë, me krahët e kryqëzuar, sytë e ngulur në dy sheme, ndërsa Dolce rinte ulur në divan, me shpinën drejt, por me duar që i dridheshin lehtë. Labi e theu heshtjen i pari, Dolce. Sa herë kemi folë për këto sene? Sa herë të kam thonë që mos me mbo budall në shtëpinë teme? Dolce ngriti kokën ngadalë. Zëri i saj ishte i qetë, por i ngarkuar. Unë s'jam tu të bo budall, Labi. Po ti gjithmonë don me i pa senet veç prej anës tane. Labi qesh i hidhur, anës teme? Po apo më thu kush është ky i radhës, ha? Se po del që çdo javë ka nga një mashkull tjetër. Sot Limi, nesër dikush tjetër. A jemi tu i marrë me radhë burrat në këtë shtëpi, a qysh? Emri i Limit ra sigur në dhomë. Dolce u ngrit në këmbë menjëherë, mos e përmend Limën këtu. Ai s'ka lidhje me këtë muhabet. Pikërisht pse ka lidhje, shpërtheu Labi. Sepse unë s'jam i verbër. Unë shoh, dëgjoj, ndjej. S'jam budall. Dolce mori frym thellë, ti po i lidh gjërat gabim. Limi ka qenë shok, ka ardhur për muhabet, për ndihmë. Jo gjithçka rrotullohet rreth dyshimeve të tua. Labi ju afrua një hap më shumë. Shok? E shoku vjen natën vonë? Shoku rri me orë të tana, e ti qesh, e ti ndëron zërin, e ti më thua s'është asgjë? Apo më thu, Dolce, apo del cili mashkull e ka radhën, se unë s'po e di ma ku e kam vendin? Zëri i ti u drodh për herë të parë. Nuk ishte veç mlef, ishte frikë, ishte lëndim. Dolce heshti për disa sekonda. Pastaj foli, problemi yt, Labi, është që ti don kontroll, jo dashni. Ti don me m'pas si sen. E kur unë flas me dikë tjetër, ti mendon menjëherë tradhti. Sepse unë jam tu u ndjej tepërt në shtëpinë teme. Bërtiti ai. Po m'len jashtë. Po m'bën mysafir. Debati vazhdoi gjallë. Fjalë që kishin vitet të tana të grumbulluara dolën në sipërfaqe. Akuza për mungesë respekti, për mungesë ndjenje, për ftohje, për vetmi edhe kur ishin bashkë. Labi foli për netët kur rinte zgjuar duke prit një shpjegim. Dolce foli për vitet kur ishte ndje e padëgjuar. Unë jam lodh, tha ajo në fund, me zë të ulët. Jo prej teje si njeri, po prej kësaj lufte të përditshme. Labi uli kokën, edhe unë jam lodh, tha. Po s'po dia jam lodh sepse po luftoj, a sepse po humbi. Në dhomë ra sërish heshtja. Jo ajo e fillimit. Kjo ishte më e thellë. Heshtje që se dinte a do të pasojë nga ndarje apo nga një përpjekje e fundit për me u kuptu. Debati kishte zgjat gati gjysmë ore. Por pasojat e tij do të zgjasnin shumë më gjallë.